Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në aksin rrugor Lushnjë-Fier në afërsi të fshatit Rrapës. Një motociklet që drejtoi nga shtetësi Aleksandër Hila, 57 vjeç, ka përplasur një kalimtar Hakim Maledhi, 77 vjeç. Të dy morën plagë të shumta dhe u transportuan me urgjencë në spitalin e Lushnjës, por fatkeqësisht Hakim Maledhi nuk u mbijetoi plagëve të marra dhe ndërroi jetë. Drejtoria vendore e policisë Fier bën me dije se është arrestuar në flagrancë shtetësi AH, 57 vjeç, banues në fshatin Pirr. Sipas njoftimit zyrtar, 57 vjeçari po drejtonte një motomjet kur përplasi një këmbësor. Shtetasin HM, 77 vjeç, banues në fshatin Rrapës. I moshuari u transportua me urgjencë në spital, por për fat të keq nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra dhe ndërroi jetë. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit dhe po vijon hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit. Sa kaq, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje për dokumentimin e plotë të saj.